Se tu po diskutojmë edhe jashtë kamerave, por i lutem regjis grafikun e 6, përfitimet e ekonomisë, të rishikojmë dhe njerë, i kemi përmëndur në përgjigjet e gjithë pyetjeve gjatë të dy pjesëve të para të emisionit, por është me rëndësi. Rritja e stabilitetit ekonomik, pra kjo paqe fiskale të krijon më shumë qëndrueshmëri, sepse vetë bizneset e thanë edhe përfaqësuesit e tyre në këtë panel kanë më shumë siguri për politikën fiskale tatimore, planifikojnë më mirë investimet. Krijon një mjedis favorshëm për investime, ul konfliktin tatimor me sipërmarrësve dhe institucioneve tatimore, sapo u tha që një pjesë kanë me vite, në mos dekada, me gjyqe që zgjaten pa mbarim dhe që nuk mbarojnë ndonjëherë, krijon hapësirë për dialog konstruktiv me biznesin, shton vullnetin për përmbushje vullnetare detyrimeve tatimore që ndoshta do ishte edhe mira më e madhe që biznesi të jetë gjithnjë në pozicionin e kontribuesit vullnetar të detyrave, detyrime që i kanë ndaj shtetit të vet. Ndihmon në rritjen e të ardhurat buxhetore, edhe pse, tha me drejt zoti Shtefni, në radhë parë është një humbje, sepse ishin 1.83 miliard, ato kurse si nuk mund të rekuperohen. Sa miliarda pasin pas këva. Euro, por një pjesë e tyre kthehet dhe ndërkohë ndoshta po të vazhdonte pa paqe fiskale mund të mos ishin kthyer në një herë. Përmirëson klimën e biznesit, imazhin e vendit, bazat për një sistem fiskal të qëndrueshëm. Zoti Zusi, në gjykimin tuaj, këto janë të mira reale në qoftë se kjo paqe fiskale realizohet si duhet, si na e do zemra? Po, këto janë të mira reale, pa diskutim, por me qenë se këtu pak më përpara u diskutua edhe për të mos krijuar le të themi disa deformime ose disa nxitje le të themi të elementëve sipërmarrës të cilët në fakt deformimin, evazionin, deformimin e kongrueshmërisë e kanë profesion dhe vetëm sajt asaj mbijetojnë. Më shumë se sa për të parashikuar masa për të nxit ose për të stimuluar të mirët ose për të shpërblyer të mirët, unë do të thoja që kjo paqja fiskale duhet të ketë patjetër një kapitull ku individët të cilët e kanë të ripërsëritur herë mbas herët, ku ajo çfarë do ju falet është ndoshta e 4-ta, e 5-ta, e 6-ta etj, këto duhet përjashtohen. Madje tek ligji tatimor ka edhe një klauzol që ti në qoftë se ke qenë administratori një kompanie e cila qartazi dukshëm ka bërë evazion fiskal, ka bërë... E ke falimentuar, ke ndruar. E ke falimentuar, ke ndruar, bravo. Ti nuk mund t'jesh më administrator kompanijet, e para punës, ti nuk mund të krijosh më kur biznes në jetën tënde, dhe e dyta, në qoftë se konstatohet që ti kontrollon në mënyrë të tërthort një kompani përmes një të afërmit tënd apo dikujt tjetër, ti përsëri penalizohesh dhe edhe ky afërmi jot penalizohet për të mos drejtuar më, për të mos pasur më kompani. Se të ka lejuar që ta kontrollosh. Po. Pra, çfarë duhet të them me këtë? Në qoftë se janë individ të cilët kanë në rekordet e tyre se ato duken, ka falimentuar, ka hap një tjetër, e ka falimentuar, e ka hap një tjetër, dhe ne njohim njerëz të tillë, në gjuhën tonë i quajmë edhe mashtrues. Japin edhe mend, Po fat keq janë disa. Këto jo vetëm që s'duhet të kenë paqe fiskale, nuk duhet të ketë lehtësira për to, por këto ndaj këtyre duhet ushtruar me rigorozitet kynen. Unë e kam pasquar një herë, e kam pas denoncuar për një mashtrues mbi bazën e këtij nenit dhe u detyrua të hiki, ta lëri atë gjën dhe në një farë mënyrë do e ka dalë jashtë tregut sepse tatimet i thanë ti s'mund të jesh më administrator. Ke je dënuar një herë për evazion, ke marrë një job tjetër një herë tjetër prapë për të ardhurash, ligji flet qartë. Pra, më shumë se sa të shpërblejmë të mirët, sepse unë nuk pres. Unë personalisht jam totalisht i pasër, nuk jam konflikt interesit me këtë paqen fiskale, se nuk kam asgjë për të më falë, prandaj flas lirshëm, por unë nuk pres që të më shpërblejnë se kam punuar në rregull, as unë asnjëri prej nesh nuk besoj se po e presim atë gjë. Se sa do ishim shumë të lumtur dhe të kënaqur dhe i shërben përsëri përmirësimit të klimës biznesit, që përmes legjislacionit të na dalin nga tregu këto lloj ferrash, të cilët nuk din të bëjnë biznes ndryshe, veç se duke bërë evazion fiskal, duke deformuar tregun, sepse ai përmes evazionit fiskal, duke ditë që ai s'ka me pagu kurrë as taksë asgjë,
ai pastaj mban edhe çmime të deformuar, mban Konkuron në mënyrë pa konkurron në drejtë. mënyrë pa drejtë. Pa drejtësi. Këto duhet të shmangen, jo vetëm të mos falen, por të dalin nga tregu. Ide duket shumë interesante, zoti Prençe, pra kemi paqe fiskale për shumicën e sipërmarrësve. Flitet, sipas llogarive, janë 213.000 sipërmarrës që mund të jenë përfitues, nëse të gjithë do Mund të jetë dhe përfitues në falë me $500 që ai fut me dikë. drejt. Por Dhe ishte gjithë një janë të regjistruar transparencë në më e takime. madhe për shkak kush është në top list, kush është mes listë. Të gjithë janë të regjistruar në Ligjit takime. 9920 që nuk e lejon të dhënat e sekretit tatimor, por 213.000 mund të jetë edhe me 30.000 lekë një dyqan ilaçes të vjetër, e ke parasysh? Kjo është... Zoti Prençe, Atëherë- pyetja është, jeni dakord që për këtë kategori sa më pak urojmë, po ka të tillë, me dhjetra ndoshta, të ketë luftë fiskale, jo paqe fiskale. Atëherë, nëse kjo paqe fiskale nuk vendoset ose nuk kuptohet që nuk është falje e gjobave, por është edukim Shumë e drejtë. i bizneseve, edukim fiskal i njerëzve dhe shqiptarëve të këtij vendi, atëherë çdo gjë nuk është kuptuar. Ajo që unë thash pak më përpara dhe që u përmend edhe nga kolegët është fakti që duhet të ketë një historik, një memory, e cila në një farë mënyrë duhet të analizojë të gjithë historinë e personit dhe të një biznesi, për të arritur në pikën që të gjithë të jemi të barabartë dhe të gjithë janë të njëjtë përpara ligjit, dhe jo të shohim disa që e kanë tashmë të sprovuar që në vitet e tëra thot ai se do dali, ai se do dali. Të jetë në listën e zezë të evadorëve, më falni se ju Të jetë në ndërprerë. listën, patjetër të jetë në listën e zezë dhe duhet të kthejmë inteligjencën fiskale në këtë rast, pasi në një farë mënyrë edhe duhet të ketë një shpërblim në thojsa për ato biznese që gjithë jetën e tyre, gjithë aktivitetin e tyre në ndër vite, dhe ka ato që kanë edhe mbi 30 vite, tashmë që nuk kanë pasur as edhe 1 cent detyrim shtetit, të mund të shpërblejnë në një farë mënyrë ose të kenë një farë kënaqësie që edhe ato do vlerësohen dhe po vlerësohen. Siç vlerësohen në Amerikë. Po. Siç vlerësohen në Ose të mos kontrollohen, më shpërblimi vetëm mos e kontrollohen, derisa s'ke rrezik, s'ke Siç risk. vlerësohen në shumë vende të botës. Por ama, dhe atyre që tu falet gjoba, dhe aty që do ketë një farë mënyrë do përfitojnë nga kjo paqe fiskale, duhet të monitorohen për të parë efektet në thojza pozitive, pra duhet të kenë një farë detyrimi fal kësaj tyre borxheve për të përmirësuar, të themi, mënyrën e të bërit biznes të aktivitetit të tyre. Zoti Gjoka? Thashë që në fillim kjo ka nëse do bëhet gjithmonë, nëse do realizohet, mundësit i kanë, sepse kanë gjitha, kanë më shumë se asnjëherë tjetër absolute kanë vendemarrjen. Kjo do shliroj, pavarësisht se mund të thash dhe mund të përfitojë ndonjë nga këta, si përfitojë gjithmonë, sa e ka fatin të përfitojë, por fundin e fundit nëse nën shoh dhe 60% ka përfitojnë nga kjo dhe zbusën klimën e biznesit dhe shlirojnë kapitale, shlirojnë atë Halal, që është prap disa edhe të mirë. përfitojnë. Po nëse gjithë kjo do bëhet që dikush e gjithë të 213.000 Po, kanë një vlerë si për përmarrë e mundshëm. 20 milion euro dhe vetëm 4 nga këta kanë 700 milion euro, kur mos u bëftë. Jo, ajo pastaj bie që i ka qenë klienteliste. Bie, Edhe më të tjetër që ka. Duhet Por ta edhe herë- monitorojnë gazetarët që të shohin kur të ndodhi kjo paqja fiskale, kush do jenë përfituesit më të mëdhenj nga kjo. Shumë drejt. Dhe në qoftë se del që janë ja 4 a 5, siç thua ti, që kanë përfituar, atëherë i bie që kjo pas ka qenë e dizenjuar Për fat për keq, të mbështetur. transparenca ka munguar gjithmonë. Do ishe transparente që drejtoria tatime po xham blezhët. Transparenca Ta deklaroj, kush janë përfituesit. Ka rëndësi tersa ai person juridik. Po. Asaj të Po, deklaroj që ka përfituar, po. Subjekt, ama të atje është transparente kjo. Dhe inshallah, E duhet bërë kështu. edhe duhet bërë kështu. Inshallah, Dhe veçanërisht kjo do ndihmoj për të identifikuar subjektet të cilët thash janë shumë problematik në treg, sepse ju kanë ngel borxh shumë njerëzve, mbyllin firmën, rrin borxh, hapin një firmë tjetër, madje ju rrin edhe bankave borxh, hapin edhe një firmë tjetër, dhe ato mund të kenë 4-5 firma me detyrime të kësaj natyre.
ky nuk është ma për të mbështetur, ky nuk është për me rregullu detabese klimën e luftuar, biznesit, ky është për të luftuar. ky duhet asgjësuar dhe ky s'duhet të jetë ma kur Asa administrator ministruar. dhe ky nuk duhet hapi ma biznes. Jo, madje të publikohet listë, të quhet lista Po, e zezë. po. E sipërmarrësve që nuk janë, vetëm sipërmarrës nuk janë. Janë Jo, ai s'është sipërmarrës, ai është mashtrues. Shumë shkurt dhe pastaj Patjetër, atëherë Shefni. e tham që në fillim që paqja fiskale nuk është tjetër se një restart financiar, restart i ekonomisë. Ashtu siç tham që duhet të ketë edhe një historik dhe duhet patjetër, por elementi kryesor, siç u tha dhe nga kolegët, është transparenca. Nëse kuptohet ose do bëhet një gjë thjesht për të bërë dhe do jenë disa elementë që ndoshta përfitojnë më shumë dhe janë ata që për ata që është bërë, atëherë më mirë mos u boft, kur i thënë se pune, sesa të jetë Të shkojnë atë lup flëri Më prapë. mirë mos u bëft, po zoti Prençe, zoti Shtjefti, ju kemi juaj? Po vazhdoj edhe logjikën e Edvinit, po gjithsesi, unë them kemi prap edhe ca lajme të mira, sepse edhe të mos e nxjim, po edhe të themi atë që duhen thënë ato gjëra që nuk shkojnë. Pra, tham që ekonomia është në rritje 3.2, po shkojmë 3.5. Mirë, po ka një lajm tjetër të mirë që dëgjuam sot a dje. Ashtu. E kemi thënë të studio sa duhet të jenë pensionet të vend. Ashtu Duket kemi se folur Kryeministri e shpalli që pensionet normale të vend po shkojnë, do të shkojnë shumë shpejt ke 400 euro. E këtë e kemi thënë Po, mesatarja e pensionet tek ne 400 euro. E kemi në thonë fund të se mandatit. Malizi i ka në 2029. 450, kështu që ne mund të shkojmë ke 400 me pak dhime ke buxheti sigurisht se I nuk kërvepër. skema e pensioneve nuk e pagun këtë nivel. E përshëndesim gjithë. Por gjithsesi është një përshëndetje sepse do të Çdo mbështetje ndaj pensionistëve duhet super do kesh një përshëndetur, sakrificë. sepse është kategoria që nuk ka asgjë në dorën e tij për ta përmirësuar jetën e Jetën tij, e vetë sepse moja. ai përveç pensionit, sepse ai as nuk gjen dot pensionet, punë, as nuk del lëmoshën dot e me fëmijëve. vallë Kjo është diçka tjetër. lajm i jashtëzakonisht i Nga mirë. janari i vitit të ardhshëm ju rritet Është lajm pensioni çdo i mirë. muaj. Mirë po, megjithëse kemi këto të dhëna të Allah me mira këtë të rritë edhe euro dollari me ekonomisë dhe biznesit, themi, si ka mos i klima e biznesit nuk është e mirë. Le ta themi troq, unë paktën kështu e gjykoj. Në përgjithësi klima e biznesit nuk është e mirë. Ne na shohin këta me sy të keq për vllajdash. Na shohin me sy matrapaza, na shohin si njerëz, okej, nuk e di me kena krahasojnë, po pjesa dërmuese është biznesi prodhues. Po dhe ai tregtarës po them, mbajnë vendin mo. Si mund ta shohësh me urrejtje ti biznesin? Si mund ta shohësh me urrejtje? Ai është ai që po prodhon pagën tate. Ti si administrator mira shtetror. njerëz në punë. Pra ne po them që nëse politika nuk gjen mënyrën se si ti kontrolloj këto OPG e terrenit, inspektorat, prokurorat. Shko se po groposen Ta themi të plot se OPG mbase nuk e kuptojnë gjithë qytetarët. Oficerët e policisë gjyqësore. ata terreni që vinë, pare që vinë e marrin... Shushunjat e paret, Dhe quajnë kështu. edhe inspektorët, se janë 15 inspektoriate. Që ose nuk ka organe kontroli që ne kemi ku tankojme më vllajdash. Ti s'ke ku tankojsh sot, je i marfun. Pra, vetë politika do goditet nga këta. Unë them se po goditet gjaranshëm. Mjafton shohim rastin e Veliut me gjykatën kushtetuese. Nuk po futim më thellë sepse sa është gjykuar akoma s'dim asgjë. Po kjo na takoi gjithëve me radhë. Tani, fjali kush e ke bo grupë pra, të bish vetë nëse ky popull akuzon pikërisht drejtësinë si organin më të korruptuar, si mund besojmë ne ke kjo drejtësi? Të lutem. Pra ne nuk kemi organe kontrolli, nuk kemi asgjë deri më sot në Terezi. Dhe thym të gjitha standardet europiane, 2/3 e burgosur janë para burgosur. Nuk bën vaki kun kjo. Sigurisht. Tani, Gjykata e Strasburgut tjetër gjë dhe njeriu i bie që përmirëson klimin e biznesit, është infrastruktura që shteti, komunat, ja kanë për detyrë të afrojnë biznesit. Po jap një shembull, kalonin rrugën dyqësore të Parkut Industrial të Tiranës. Nuk e dia del makina shëndosh në krahun të tjetër. bjen grupë, me shenë natën. Parku Industrial i Tiranës. Po bëjmë autostradë luksoze me 8 kursi, mirë po, aty ku është buka, aty ku është puna, si bjen me në kujt. Po them Ka dhe i problem që po nuk u përshën makinën atë. Po prapë, në qoftë se ti ke një agrobiznes ose një restorant dikun të mirë që shkohet për me hangër, ja kanë qurë rrugën ati, zidë fare. Ku ka fabrika, ku është vendi ku prodhohet, nuk ka rrugë, ka gropa, me zidel. Shqip, ju kujtoj edhe tunelin Llogaras, është fenomenal edhe ajo. Nuk lenë me shku mjetet e punës tunel, vetëm vetura. Nuk e di a dini. Mjetet e punës që e kryojnë çdo gjë për te Llogaras, edhe gjatë javës, duhet detyrojnë të kalojnë sipër, në mal, tralat të mdhej, të më thoni, sa është bë tuneli, vlla?
Ku ban vaki kjo? Mjetet e punës janë parat, më zotni. Kush e kryon atë të mirë atje, ato resorte, kush i kryon? I kryon mjetet e punës. Shpresojmë që të jemi në këto konture që tharë vini që stimul, unë thash, stimul për ata qenë korrekt. Duhet gjetë një stimul për ata qenë korrekt. Sepse ndryshe ai do thotë, pse më vllatë punën, tjetër po ja fal. Po, i lutem regjisë grafikun e 7, sfidat dhe rreziqet. Ndëshkim për abuzusit sistematik. E nuk mund t'ja u falish non-stop. Du ndëshkim ata. Dhe falje për ata që realisht nuk kanë mundësi që ndrën kam. Kanë vështirësi për një kohë të saktuar. Dhe ta nërrojmë këtë lekun me euro se për na fundos. Për na fundos lekun e. Që me një krizë politike, me një krizë politike, po në ndodhi, ne do shkojmë në katastrofë. Kështu që, ma mirë të ndrojmë këtë lekë, bëjmë me euro, dim ku jena, marrë historia si që ka bërë Kosova. Zdidmi e bo. Zoti Zusi dhe jemi, do më toni lutem, ju rekomandojnë përgjigjet të shkurtra, sepse jemi në minutat e fundit. Kemi pikërisht grafikun e sfidave dhe rreziqeve, ju përmendet me të drejtë demotivimin, e përmendet që në fillim, të taksa paguzve të rregullt. Dhe do shta bashkojni edhe me idenë që e përforcoi zoti Shtjefni që për të gjithë taksa paguzit e rregullt, që duhet të ekzistojë vërtet nga strukturat tona të tatimeve një lloj regjistri. Edhe kanë shumë të thjeshtë, e kanë elektronik tani, që zoti Edvin Prençe ka 30 vjet në biznes, ka paguar në rregull të gjitha të teknologjinë tani që ka dhe inteligente. Të paktën pikërisht edhe me inteligjencën artificiale, për drejt zoti Gjoka. Pra, po, mjafton t'i japësh një detyrë diellës që shiko nga e gjithë baza e të dhënave të tatimeve tona, monitoro cilët janë ata që për 20 vitet e fundit kanë qenë korrekt me pagimin e taksave dhe nuk kanë patur një rast të vetëm. Kjo bën sens, kjo bën shumë sens dhe që të ndjet një lloj baraspeshimi. Është logjikshme, sepse tash në qoftë se pak më përpara thash unë nuk pres që të shpërblehem për korrektesën time fiskale, po themi. Pa diskutimin që unë pres të trajtohem me bon sens, me dignitet, në momentin kur tek unë konstatohet, po themi në thojza një kundravajtje e caktuar, ose kur konstatohet një shkelje cila është e dyshim, për shembull, i pagun detyrimet me datën 14. Po. 15 është data e fundit, i pagun me datën 14. Atyre nuk ju del në sistem me datë 15, ti me njëherë merr job nga sistemi i tyre automatikisht. Dhe duhet bësh kërkesë për ta hequr. Atëherë mund të krijohet, tashmë që kemi edhe inteligjencën artificiale, mund të krijohet një sistem pikaverazhit për kompanitë, që të bëhet një vlerësim, kompani me 100 pikë, me 90 e tjere tjere. Dhe në momentet që ti e një kompani që s'ke pas kur historik të tjilë kësaj natyrët, automatikisht ti këto lloj gjobash automatike, ty të përjashtohen deri sa të verifikohesh. Sepse unë për shembull, sepse unë jam përjashtuar nga një thirrje për financime, po themi nga Agjencia e Nxitjes Eksporteve, që është kjo. Sepse kisha një 800.000 lekë vjetra detyrimet kësaj natyre të cilat mbas 6 muajsh mu merdi jo falja, po merdi dokumente që nuk kam, sepse thjesht sistemi i tyre ka regjistruar gabim. Ishte lapsus i sistemit. Por unë penalizova. Atëherë, të tilla kompani, sipas pikaverazhit, duhet të ndihmojnë për këtë. E para, e dyta, në qoftë se një kompani të gjithë dhe në ndollë, mund të ndolli një herë një, 2 herë një, që të kemi ndonjë problem. Por ti mos të trajtohesh me një herë në mënyrë të barabartë me atë që e ka bërë si ordiner, si thotë Filipi, por mundesh që të penalizosh vetëm me detyrimin, po themi, por jo edhe me job, edhe me kamat vënes. Sepse në dogana, dhe vetëm këtë do të them, në dogana, përsëri edhe në dogana unë kam një rekord 0 detyrimesh, por vjen së fund me një kontrol atje dhe thot,
ka gjetë aty 1 milion lek vjetra dhe thot 2 fishi i Gjobës, 3 fishi i kësaj etj. Pula vezë pulën. Një lloj si një subjekt që këtë punë bën çdo 3-4 muaj. Por në qoftë se ti s'e ke pasur asnjëherë në jetën tënde, s'mund të trajtohesh në të njëjtën formë. Sigurisht. Kjo është sistemi shpërblyes që unë do të prisja dhe do isha i lumtur në qoftë se do të vendosem. Urojmë që, sepse është ende në formën, në ngjizjen e tij si projekt ligj, apo paket ligjore, paqja fiskale. Zoti Prençe, ju e kërkuat fjalën. Dëshironi të teksoni diçka lidhur dhe me eksperiencën që sohet të Estonisë. Atëherë, ajo çfarë tha pak përpara Albania është pikërisht ajo demotivimi, është incentivimi, është mbështetja që të gjitha së bashku përkthehen në klimë biznesi. Nuk mundet dhe ajo çfarë kam thënë shpesh është tashmë distancimi që është krijuar midis institucioneve që janë ulur në karrige dhe realitetit që problematikave që kam hasin për ditë bizneset dhe burokracitë të ndryshme. Dhe në rast se nuk bëhet e aplikueshme në radhë parë, e dyta të ketë benefitet e saj dhe të ketë pse jo dhe bonus për bizneset e rregullta, e treta të përdoret një logjik reale para se të veprohet kundrejt këtij biznesi ose këtij sipërmarrje që ndoshta për gabim human ose për problematika të tjera ka ndodhur, nuk mund të ketë një klimë të mirë dhe të qëndrueshme biznesi, ashtu siç kërkohet nga ana tjetër dhe qëndrueshmëri fiskale për te paqes fiskale që në fund ditës është të themi në interesin e të gjithëve. Zoti Shtefni? Unë po doja të replikoj pak më Albane. Marrë në qoftë një certifikat. Ti je person pagues taksash i rregullt. Nga zyrat atimeve, nga kryetari i bashkisë, nga Ministria e Financave, nga drejtoria e përgjithshme të atimeve. Por qoftë një cop letër që ty të vlerëson punën dhe korreksinë tënde që ke bërë. Është shëruese për ty, do të thënë është motivuese për ty që dikush po të falenderon se je korrekt. Ja ti të flet lavdërimi. Po presim në gjë tjetër o Filip për Në 2013-ën kryeministri, Zefi ka drejt sepse në 2013-ën kryeministri ekzistus, ka qenë para se të vinte ka thënë pikërisht këtë, që ne do ta bëjmë që sipërmarrësi të nderohet dhe të respektohet etj. Ne s'po themi për ta bërë për gjithë, por të paktën për ato të cilët e kanë të dokumentuar që e meritojnë këtë respekt. Edhe ishte një aktivitet që quhej bleta e artë çdo fund viti që e bante kryeministria vet. Nuk ka bërë 2 vite. S'është bë më, u la marrun ato certifikatë. Kam qenë në minus herë ato. Po do ishte mirë sepse certifikatat s'kan fund. Tjetër që marr shkas ka ideja që kishte vini. Këta njerëz të administratës publike për të cilët prej nesh paguhen. A i shihni në herë në përnëmarrjet tona, ku kena 1.001 halle për ditë, sepse paguhen prej nesh ato. Gjithë zërat e buxhetit dalin prej nesh. Përveç fushatave elektorale, ju vinë në herë, sepse po të vinin, kur gjatë mos na zgjidhin. Vetëm të shikojnë, ta dëgjojnë halle që kemi. Kur gjatë, sepse fundit do na ndihmojnë ne fare, po do ndihmojnë veten se kur shkojnë në përmbledhje qeverisë do të dinë çfarë flasin. Pra, është shumë e rëndësishme kjo. Nuk vjen njeri, s'do me ditë kush se çfarë bën ti. Vrapësh veten aty ku je. Kështu që kjo kulturë ndoshta është mirë më që të futet sepse këta janë njerëzit, këta janë ndërmarrjet që po na bin pedagogët e universitetit, dërgur po na bin nxënësit, po bin studentët nëpër ndërmarrjet tona, tipo predmetarë politikanë. Të mund të realizohen. Faleminderit që ishit me neve sonte, zoti Gjoka, zoti Shtefni, zoti Prençe, zoti Zusi. Faleminderit për pjesëmarrjen dhe miru të takofshim në takimet të tjera. Jo vetëm qeveria, por ndoshta gjithë shoqëria jon ka nevojë për mendimin e biznesit, se është mendimi më përparimtar i kohës për të gjithë ne. Dhe ne mbështesim qeverinë kur bën gjëra të mira, siç po e mbështesim edhe për këtë faqe fiskale. Në Alban ja vlen vërtet që të... Absolutisht. Qeverisi themi që 25 miliard... Ne si që kritikojmë edhe mbështesim kur bën gjëra të mira, si që ishte kjo, si që ishin pensionet e pensionistave. E ka bërë gjetjen e dur me këtë të themi. Albania ka mirë, që në fund më thotë ma mirë pak shërbet me qeverinë, po e ka drejt, sepse 25 miliard GDP po shkojmë. Po në qoftë se qeveria do të na ndihmojë ne me këto gjëra që themi që i kemi mund shkojmë 30 miliard shumë shpejt. Për ndryshe do të presim. Ndihmo biznesin që ta kapësh 30 miliardë. Nuk e pata për shërbet, por kur gjërat bëhen mirë, është mirë që t'i japi mesazhet pozitive, sepse... Qa bo mirë, po janë shumë rregulluar. Do bëhet akoma dhe më mirë që shpresojmë. Atëherë të nderuar teleshikues, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim në takimet e ardhshme.